Përmbytjet e shkaktuara nga dalja e lumit Seman nga shtrati në zonën e fshatit Mbrostar në Bashkinë Fier kanë sjellë dëme të konsiderueshme në toka bujqësore dhe banesa. Situata paraqitet e rënduar për 10 familje, të cilat janë përballur me humbje të mëdha ekonomike dhe pasiguri për të ardhmen. Mes familjeve më të prekura është ajo e Xheva Irmanajt, me origjinë nga Kuksi, e cila prej vitesh është vendosur në Mbrostar me shpresën për një jetë më të mirë. Përmbytja ka shkaktuar dëme të mëdha në banesë dhe në toka bujqësore, që siguronin të ardhurat për familjen. Sot ata shprehen se nuk kanë besim se do të marrin ndihmën e nevojshme nga institucionet, ndërsa përballen të vetëm me pasojat e kësaj fatkeqësie natyrore. Televizioni Apollon, së bashku me gazetarët Besnik Sulejmani dhe Ndriçim Gjoshi, kanë qenë pranë familjes Manaj për të parë nga afër situatën dhe kushtet e vështira në të cilat ndodhen banorët e prekur nga përmbytjet. Pamjet flasin vetë për shkallën e dëmeve dhe nevojën për ndërhyrje të menjëhershme. Përmbytjet nuk ka kursyer as banorët e fshatit Mbrostar Ura të Bashkisë Fier. Dalja e lumit Seman ka përmbytur toka bujqësore, madje edhe objekte që banorët mbajnë për bazën materiale ose bazën ushqimore të baktive. Deme ka pasur të konsiderueshme në kafsh, në shpend, por edhe si shikojmë edhe në blet, të cilat janë tërësisht në ujë. Kjo është familja Xheva Irmanajt, me origjinë nga Kuksi, që kanë ardhur këtu në Mbrostar për një jetë më të mirë, dëmet e cilave janë të konsiderueshme. Në fakt, edhe pse u mungon shpresa dhe besimi se do të ndihmohen, ne si televizion jemi pranë tyre dhe bëjmë apel që të gjitha familjet, një ndër të cilat është edhe Xheva Irmanajt, të jetë pjesë e ndihmës për shkak të dëmeve të konsiderueshme që ka pësuar. 1 metër mbi nivelin e lumit. Nga ora 3 mbi. Po vazhdon të ngrihet. Këtu kemi vendin ku kanë ndetur kafshë dhe pula, rreth 200 pula janë dëmtuar nga përmbytja. Gjithashtu është duket të pula është më tam. Janë pjesë ekonomisë ndihmëse të kësaj familje. Prurja e lumit po vazhdon, Me fjalë, këtu jemi në nivelin e ujit të lumit. Kanë inspektuar grupi emergjentave? Jo, s'ka dalë, të radhë jo, radhë me pranë. Problemi ma thënë se këto familje ka qenë jashtë vëmendjes të emergjentave civile, të bashkimit dhe prefekturës së Agrofie, ndërkohë që nuk ka prezencë të përfaqësuesve të pushtetit lokal për të informuar, për të konstatuar, për të verifikuar dëmet dhe më pas për të dëmshpërblyer banorët e dëmtuar. Ja dhe pulat po bëj kakat. Në kemi mbrenda s'kem ndaj fut në ti marrim, që kanë ngorën. Nëpërmjet këtij reportazhi, televizioni Apollon bën apel që institucionet përgjegjëse, organizatat humanitare, bizneset dhe qytetarët të bashkohen në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet në Mbrostar, veçanërisht për familjen e Xheva Irmanajt, e cila ka pësuar dëme të konsiderueshme dhe ka nevojë urgjente për mbështetje. Solidariteti dhe reagimi i shpejt janë thelbësor për të ardhur në ndihmë këtyre familjeve, të cilat sot përballen me pasojat e rënda të përmbytjeve dhe pasigurinë për të nesërmen.